Vlera e shportës minimale sindikale që llogaritet nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë për dhjetorin e këtij viti është 65.492 denar, duke rritur për 319 denar krahasuar me shportën minimale të muajit kaluar, që ishte 65.173 denar. LSM njoftoi se nëse jetohet në banesë me qira prej 60 metrash katror, shporta minimale sindikale për dhjetorin arrin në 80.867 denar. Sipas llogaritjeve të LSM-s, për dhjetorin nevojiten 23.640 denar për ushqim dhe pije, 7.159 denar për arsim, 6.130 denar për qira, ujë, energji elektrike dhe ngrohje, 5.875 denar për feshje dhe këpucë, 4.636 denar për transport, 4.131 denar për restorante dhe hotele, 3.417 denar për komunikime dhe 2.620 denar për higjienë personale dhe mirëmbajtje të shtëpisë. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski para pak ditësh njoftoi se nga 1 janari, përveç që sindikatët do të llogarisin shportën minimale të konsumit, edhe qeveria do të bëjë llogaritjen e shportës mesatare të konsumit, që do të jetë për një familje më të paktën 4 anëtar. Kjo temë do të diskutohet në Këshillin Ekonomik Social, i cili është planifikuar të mblidhet në të hënën më 22 dhjetor. Risteski sqaroi se do të merren parametrat nga supermarketet më të mëdha në Maqedoninë e Veriut, parametrat e produkteve bazë ushqimore dhe gjithçka që është e nevojshme për jetën mesatare të një familje mesatare maqedonase. Gjithashtu do të merren të dhëna nga rajonet ndryshme dhe më shpesh frutat dhe perimet do të jenë ato që janë karakteristike për periudhën kur bëhet llogaritja.